sot kam dalë në një protestë paqësore e cila e lejon edhe Kushtetuta e Kosovës. Siç e pam edhe më herët, subjektet politike, qoftë pozitare apo opozitarë dhe pozitare, janë të papërgjegjshëm ndaj pyetjeve si qytetar, sepse ata paguhen me taksat tona dhe kanë obligim moral dhe ligjor të përgjigjen në pyetjet e mia ose nga çfarëdo individi. Nëse e kalkulojmë, është seanca 27 duke u mbajt, shpresojmë që sot ka me u konstituu kuvendi, por që duke i marrë parasysh historikun e kësaj ndodhie, gjasat janë shumë minimale, janë shumë të vogla, atëherë shumë përmbi 500.000 euro faktikisht, siç e thënë është sepse paguhen 160 euro më ditë dhe është seanca 27. Natyrisht është fyshse sepse paga mesatare në Kosovë është 350 euro, kurse paga vjetore, tyrat vjetore të cilat një qytetar i sektorit privat ose publik mund të ketë janë 4.300 euro deri në 4.500 euro.